Kjo është diçka që ja përdor për me lidh dy pjesë të postribës që ndan lumi i Kirë, nëpërmjet saj kanë kalu për një fshatin Drisht dhe mes Selimin që janë pjesa e i Kirit edhe fshati Vilës, që është pak më nal. Në informacionin që i marr edhe nga interneti, kjo urë e mrekullueshme e përsëris ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushati. Mehmet Pash Bushati. Bushati në përbërjen e saj ka flas gur, kaldremi, gur lumi ndoshta. Ka 13 harqe. 13 harqe, po. Që nuk vinë në harmoni me njëra tjetrën. Por sa bukur vërtet. Çfarë mrekullie është ndërtuar këtu. Çfarë mrekullie nga duart e harta të shkodranëve. Apo jo? Po. Këtu kena shkollën e mesme të bashkuar Adem Haxhia, që vitin që kaloi kena pas një investim shumë të madh në shkollë, ku bënen disa fusha sportive. Bravo, dhe një riparim i komplet fasadës. Dhe është shkolla kryesore që kena në zonë, ku kanë dalë shumë. Atëre, përqendroj sërish tek ura, i dashur venir. E gjatë mos gaboj është 108 metra. Po. Dhe e gjerë? Kjo është e gjerë 3 metra e gjys. 3 metra e gjysmë e gjerë.